Hospitality here is not performance. It is the architecture of our identity. We call it Albanity, where every guest is a mirror of ourselves. But what if we imagined hospitality not only as tradition, but as a blueprint of a new space? Not just rooms and groups, places that hold memory, invite conversation, and anticipate a better future. Bring together voices from afar and as many from near. Foreign minds, local hands, new perspectives, and familiar streets. In the heart of Tirana, we gather to understand, design, and transform. Welcome to the Festival of Architecture. Bring some salt. Here, bread and heart are how we build. Albanity holds it all together. Çekemi. Good morning everyone. Kemi mirëmëngjesje të gjithëve, një mirëseardhje e ngrohtë në festivalin e parë Buke Zemër këtu në zemër të Tiranës. Mirëseardhje kryeministër, mirëseardhje të gjithëve ju në këtë aktivitet vërtet entuziazmues. Pritet të jetë një moment historik. Në fakt, dendësia më e lartë e arkitektëve për metër katror këtu në botë, ja kemi të i kaluar dhe Venecias. Në fakt, kemi fytyra të njohura, fytyrat pa njohura, të famshme, por edhe fytyrat reja. Një brez i ri arkitektëve shqiptar dhe qytetarësh që janë bashkuar me ne sot këtu. Vetëm pak orë më parë, këtu ishte një kantier me kushe disa njerëz që punonin shumë shpejt për të bërë gjërat të mundura dhe ja ku jemi, faleminderit Adelinës, Adës dhe ekipit tyre fantastik që e bën realitet këtë gjë. Ditë entuziazmuese, unë jam pjesë e organizatës për transformim dhe në fakt kemi këtë detyrë vërtet të vështirë që t'ju orientojmë gjatë ditës. Me një program prej më shumë se 40 folësesh e shumë të ftuar të tjerë që sigurisht do duan të kontribuojnë. Jemi këtu me Rena Burg, Atia Fkal, Mark Minkion, Amojna Hoxha, e cila në fakt do të vazhdoj sot në përmes kameras t'ju intervistoj sot sepse shumë rëndësishme që të dokumentojmë këtë eveniment rëndësishëm dhe kemi Anastasian këtu me ne që do të mbaj shënime e do të dokumentoj këtë moment për t'i formësuar në një vizion ndoshta të ardhshëm për Shqipërinë e për Tiranën. Po,
Do t'i kthehem pas pak programin, po doja që ta nisja me diçka ndryshe, sepse mendoj që ky moment, fundit, është moment për t'u lidhur me njëri tjetrin. Kam përshtypjen që keni dëgjuar për njëri tjetrin, por është herë e parë me gjas që shihni njëri tjetrin drejt për drejt, ose ndoshta të lidheni apo të rilidheni me qytetin për të vazhduar me shumë lehtësi ditën për të dëgjuar për qytetin që na ka dhënë kaq shumë e që ne po japim. Përpara se sa të hyjmë në të gjitha bisedat e historisë, menduam që do të ishte mirë që në një farë mënyrë të rehatoheshim këtu në Tiranë. Përjetonim mjedisin, dëgjojmë edhe zërat jashtë, të dëgjojmë mjedisin, të përjetojmë atë duke dëgjuar njëri tjetrin, pra të marrim një moment, let nga dalsojmë, të përpiqemi së pari, të dëgjojmë tingullin më të largët që mund të na kap veshi. And now slowly we can travel. Tani pak nga pak mund të ustojmë sërish këtu në këtë hapësirë, e ndoshta mund të përpiqeni që të dëgjoni atë tingull që ju vjen më pranë. And now perhaps we can listen Mbase tani mund të dëgjojmë një tingull shumë të vjetër që ka ekzistuar këtu prej kohësh. And finally, we Dhe can në fund, to listen maybe into the future. ndoshta të përpiqemi What will we hear të dëgjojmë here paksa in të Tirana ardhmen, in 25 years from now? çfarë do të jetë ajo që do të dëgjojmë në Tiranë pas 25 vitesh apo dhe 50 vitesh. So let's see if during the day there's moments where we can Let's slow down shohim again and listen out. Nëse ndoshta gjatë ditës do të kemi momente të tilla për të mbyllur syt për të dëgjuar atë çfarë është jashtë dhe tashmë mund ta nisim me programin. E thash që kemi 40 folës sot, 4 raunde me pushime të gjata, sepse në fundit gjithçka ka të bëjë me mikpritjen, pres me padurim tash. Përpara ka 2 raunde me shumë folës që do t'i prezantojmë njëri pas tjetrit dhe do të ustojmë në kohë. Do të shohim pas në kohë, të dëgjojmë disa njerëz që të reflektojnë për përvojat e para këtu dhe pastaj nxitur edhe nga kryeministri i cili këmbguli që të tregojmë edhe paksa ato anët tona të prekshme, gabimet, ato dështime produktive, mësimet e nxjerra nga përvojat e jetuara dhe mendoj që të gjithë ne së bashku do të shohim për nga e ardhmja, çfarë vjen më pas për Tiranën, për Shqipërinë, për arkitekturën e qytetit në vend. Dhe më shpresoj do të bëhemi të gjithë pjesë e kësaj bisede. Shpresoj që të gjithë keni marrë programin me tërhollësit, në të kundërt vazhdon të shpërndahet këtu në këtë sallë. Diçka shumë personale, është herë e dytë që jam këtu, ne nuk jemi shqiptar, është mirë ta themi këtë, nuk kemi mjeshtrin e gjuhës. Kam qenë këtu në 2010-ën, jam takuar asë kohë me kryeministrin, në atë kohë ishte kryetari i Bashkisë Tiranës, kështu që në thelb ishte para se sa të fillonte gjithçka, s'kishte asgjë të dukshme sa u takon arkitektëve të huaj dhe ndërtimeve të reja, por kishte plane të mëdha, një premtim të madh. Isha paksa skeptik, sepse pas ti udhëtimi kisha shkuar në Bilbao, në Marseille, në Manchester për t'i krahasuar këto qytete dhe mendova Tirana nuk është kaq entuziazmuese krahasuar me Bilbao. Por 15 vjet më pas ja ku jemi, në një Tiranë krejt tjetër, me ndërtime zhvillime të jashtëzakonshme, të reja që vijnë njëra pas tjetrës, të cilat janë vërtet
entuziazmuese, frymëzuese, por në një farë mënyre edhe diçka e cila është shumë emocionuese për të përjetuar, kështu duhet parë edhe shkalla, objektin në të cilën kjo ndodh. Pra do të përpiqemi që të kuptojmë të gjithë këtë dhe gradualisht ndoshta ngadalë të gjejmë një terren të përbashkët për të kuptuar çfarë po ndodh këtu, për të përgatitur për të ardhmen. Po, ajo çfarë do doja që të nisni të mendoni të gjithë është çfarë do donit për të ardhmen në Shqipërisë. Dhe sigurisht kjo kryesisht ju drejtohet të rinjve shqiptar që janë mbledhur këtu. Kemi arkitektët e rinj shqiptar që janë aty dhe që do të merret kontribut nga të gjithë ju, pra do t'ju merret mendim, por po kështu mund t'jeni dhe të ndershëm me veten. Ndoshta të filloni të mendoni që nëse keni punuar këtu, për ata që kanë punuar këtu, çfarë s'ka shkuar fort mirë. Është ndoshta një moment për të ndalur përpara se sa të ecim përpara dhe të përpiqemi të shohim, të zbërthejmë atë çfarë ka ndodhur, pra një moment reflektimi dhe moment shikimi nga ardhmja. Ndoshta është edhe momenti tani për kryeministrin, të cilin do doja ta ftoja në skenë. Mirëseerdhje nga të gjithë ne, Edi Rama. Today happens to be Bayram, Ndodh që sot është Bajrami, a sacred day, një ditë e national shenjtë, holiday, është fest kombëtare, welcomed by all Albanians, regardless of faith. pritet nga të gjithë shqiptarët pavarësisht That belongs besimit to të tyre. Muslims, Është një ditë rrënjosur në një histori që u përket muslimanëve, të krishterëve, hebrejve, perhaps most of all, e ndoshta to the shared spiritual përmbi memory of të humanity. gjitha kujtesës së përbashkët shpirtërore të njerëzimit, një histori Through time, që rukton në kohë, belief and geography, në përbesime and e arrives gjeografi, with uncanny relevance e mbrin me një rëndësi të patjetërsueshme, vlerë të patjetërsueshme në zemër të asaj ku jemi sot. Ibrahimi, Abrahami, in the Islamic tradition, i vjen një vizion në traditën islame. Ky vizion vazhdon, përsëritet për disa net. Dhe aty, në këtë besim, kur një ëndër përsëritet, rresht se qeni një ndim, por shndrohet në një udhëzim, në një mesazh, në një urdhër, sacrifice në një your urdhër son. hynor, Ismail. sakrifiko të të birë The Ismailin. father does not hide it, Babai he nuk tells e the son. fsheh, ja thot And të the birit. boy, E djali, lucid, i ri, shaken, i kthjellët, replies, i trondittur, përgjigjet. do as you are commanded Bëj You will find si e me urdhëruar, among the steadfast. do më gjesh nga And të so they duruarit. walk, father and E son, kështu atë e birë, toward the unthinkable, ecin not in drejt fear, së pamendueshmes, peace. jo me frikë, toward por the në moment that paqe, will test drejt the momentit essence of që faith, do të sprovoj not thelbin blind obedience, e but besimit, radical trust. jo bindje e verbër, And just as the por blade is lifted besim around rrënjësor. the ears, E The ashtu sacrifice siç is në momentin që redirected, ngrihet tehu, the life shfaqet is një spared, shinj. the Sakrifica command is fulfilled, orientohet not through tjetër death, kund but through surrender. dhe profecia përmbushet jo përmes vdekjes, what was por truly dorëzimit, laid on the sepse altar ajo that çfarë day was not a child, ishte në altar it was atë ditë nuk ishte the një ego, fëmijë, ishte the egoja, possessiveness, the illusion of control. posesiviteti, And what iluzioni i remains kontrollit. was the most enduring E offering çfarë of mbeti all, ishte the bond oferta më e between the shndrueshme dream and the nga të trust gjitha, to carry it lidhja midis ëndrës dhe meaning besimit për ta celebrated çuar today. përpara. Ky Not është the ritual, kuptimi që kremtojmë sot. but the release, Jo not ritualin, the knife, por but the lëshimin, mercy, jo not the thikën, por power to mëshirën, take, but the jo grace to give, pushtetin për të not marrë, the por hirin për offering të of dhënë, flesh, jo but of ofrimin e And that, mishit, por in its të own vetes. quietly radical way, Dhe në mënyrën e is vet, precisely why
kaq gathered here. radikale, e rrënjësore Because është arsyeja Albania, we pse all jemi know mbledhur it, këtu, is not a sepse gjithë e country dim, Shqipëria that nuk draws the është world's most visionary architects with money një vend or që glitter or tërheq promises. arkitektët më It draws them vizionar with të something botës far me more para difficult apo to me define, shkëlqime. I tërheq yet me një gjë impossible shumë to më të fake. vështirë për të A shared përkufizuar, belief por të in the pamundur realness për of të a falsifikuar. And the Besimi i trust that it përbashkët can në be realitetin e carried, një ëndre not dhe even besimi here, but që mund të especially here. mbartet, jo vetëm këtu, por Something sidomos alive, këtu. something unrepeatable, Diçka something plot still jetë, free, e papërsëritshme, diçka astonishingly so, ende e from the lirë, në suffocating mënyrë të comforts of pabesueshme e lirë, overregulation and nga prepackaged komforti certainty. që This festival i rregulloreve is, që nuk mbysin. in its own way, Ky festival a në bayram mënyrën e vet of the është spirit. një bajram i an shpirtit, act of stepping një forward, akt not to i dominate the hedhjes së land, hapave but to përpara, listen to jo it, për të dominuar not to impose, tokën, po për ta but to dëgjuar, imagine jo për të together, imponuar, not po to për të përfituar sacrifice së one vision bashku, for jo another, për të but to sakrifikuar lay një down vizion our për një egos, tjetër, po për so t'i that lënë something egot common, tona, something greater që diçka can e rise përbashkët, in their diçka place. më e madhe të lind And në if vend this të seems tyre. like coincidence, Dhe nëse kjo duket this alignment of rastësi, sacred day and the new beginning, kjo bërje I must bashkë e një say, nisje të and re trust dhe me, një dite të I've come a long way më duhet in them every dhe më sense. besoni, kam And bërë shumë rightly or rrugë në çdo wrongly, kuptim. I no Dhe longer mira believe in keq, coincidence. nuk So I besoj invite në you, rastësi each of you, to feel the dhe connection juftoj se between cilin this prej day jush të ndjeni and lidhjen this new midis adventure, kësaj dite to e receive kësaj this aventure të re, unlikely convergence, për ta marrë not këtë as a konvergjencë chance, but as a të blessing. pangjashme jo si rastësi, si Distinguished shans, por si bekim. architects, young and Të nderuar arkitekt precious të friends of rinj Albania who have come me përvojë, year miq after të year, çmuar month të after Shqipërisë month, që keni ardhur from këtu both vit pas viti, hemispheres muaj pas of the muaji earth nga to join our të dyja mighty hemisferat Albanian e Art botës Army, për të united by a shared për të vision bashkuar me that I ushtrinë e dare to define fuqishme today as shqiptare të follows. arkitektëve. Architecture can transform not only Arkitektura spaces, mund të transformojë but jo vetëm also hapësirat, minds, por edhe not only mendjet, locations, jo vetëm but also the vende, por imagination po of a kështu dhe community, imagjinatën e një its sense of komuniteti, place, ndjesinë its e vision of the vet future, të and përkatësisë its në vend, self-confidence. vizionin për të ardhmen dhe Dear guests of the Art vetbesimin Army, e dear tij. local architects, students, Miq të developers dashur, and të others, ftuar në këtë a ushtri, very warm welcome arkitekt, to all student, of you here rinj, today ju uroj in the mirë living se heart of ardhjen Tirana, e ngrohtë këtu, in an në Albania zemrën that today pulsuese të produces Tiranës, në more një architecture Shqipëri than që all the sot Europe prodhon combined, më shumë while arkitekturë se ascending sa e the gjithë final Europa steps bashkë, ndërkohë that që still në gjithë separate her from hapat the European përfundimtar Olympus. që ende e ndajnë nga today we Olimpi embark Evropian. together on new Sot adventure, këtu nisim së bashku to një create a aventurë space të re për within të a spiritual krijuar form, një hapësirë në not formë one where shpirtërore, architecture must be built, jo but një where hapësirë ku architects duhet must be ndërtuar heard. arkitektura, por duhen dëgjuar Heard arkitektët, about what might be the next të dëgjohen move se to cila consider mund të jetë or lëvizja abandon, tjetër për të the marrë next konsiderat step apo për të braktisur, to take or to hapi avoid, tjetër për të the next hedhur challenge apo për të to shmangur, embrace sfida or tjetër për të release. përqafuar apo për Someone të might lënë të ask, shkojë. Dikush are these ndoshta mund dilemmas të bëjë about pyetje. architecture, about policy making, A kanë të bëjnë këto about life dilema me itself, or me about arkitekturën, something me else politik entirely? bërjen, me jetën apo me diçka krejt The truth tjetër. is, I E don't vërteta see është sharp lines që nuk separating shoh them. vija të When mprehta I speak of ndarse midis architecture, tyre I kur find flas për very little that arkitekturën, falls completely gjej shumë outside its pak grasp. që Perhaps I'm mistaken, qëndron perhaps I'm jashtë wholly prekjes së biased, saj. Ndoshta e kam captivated gabim by my apo fascination with krejt i një architecture anshëm and the minds that imagine i and build it. mbërthyer But I nga believe deeply tërheqja e and arkitekturës without dhe hesitation mendjet që e that listening prodhojnë. to Megjithatë real mund t'ju them pa architects and hezitim tracing që të the dëgjosh threads arkitektët of e their vërtet creative dhe të process gjurmosh is an exceptional procesin kind e of tyre krijues extracurricular është education in një policy making. formë jashtëzakonshme To understand the edukimi forces jashtë-kurrikular në politikbërje, forces of të nature kuptosh and of forcat me human cilat will përballen të is to natyrës glimpse e të vullnetit the inner njerëzor, workings of është të hedhësh decision-making një itself. sy të And to gjitha follow the atyre tension mënyrave që in duhen the për të arc marrë of vendime dhe për compromises të they must ndjekur navigate, tensionin në from the arkun e first glimmer of a kompromiseve bold që idea duhet to its të fragile ndjekin descent që nga into the grima e terrain një of ideje reality, që lind deri tek without terreni i breaking brisht i it, but realitetit, making it its pa e stand, prisur atë, told por duke e is a bërë të masterclass qëndroj ashtu in krenar resilience është një for masterclass, anyone rezistence determined to për give kudo form që është to i their own vendosur dreams. t'i jap formë We are ëndrës here së to vet. place a bold bet on architecture Jemi as a këtu catalyst për të
in a democratic process where individuals and communities për të bërë një must bazë shumë të constantly fortë për arkitekturën, negotiate si and një renegotiate their si një relationship, katalizator territorial and në një spiritual, shoqëri ku duhet by reflecting on the negociuar, past rinegociuar and learning marrëdhënia, how qoftë to shpirtërore face ashtu the future. territoriale, We have duke mësuar found nga a name shkuara for duke u the përballur space me we të are here ardhmen. to start creating. Në fakt kemi gjetur një Bread emër and për Art hapësirën që kemi nisur të krijojmë, We've also found a festivali motto, Buk e Bring some zemër. salt, Gjetëm please. edhe një moto. The Sillni expression pak bread, krip, ju heart lutem. and salt Shpreha is buk the e krip e unholy zemër trinity of the është holy Albanian hospitality. trinia e It once captured the mikpritjes traditional së spirit of this shenjtë land shqiptare, and our që old ka code of mbajtur honor, frymën tradicionale which të kësaj demanded toke that dhe we kodin welcome ton guests, të nderit travelers që na and kërkon të foreigners mirëpresim by miq, sharing all that we ustarët had, e të huaj duke but ndarë never gjithçka less kemi, than bread for the stomach, por salt for the jo më taste, pak se bukë and për most importantly, stomakun, the krip për heart shije, for e çka their ka më safety. rëndësi, And so zemrën here për we are sigurinë e today tyre. with a mighty Pra ja ku art jemi army këtu, on a me quest një to conquer ushtri the të future, fuqishme arkitektësh posing for a moment, në një rekje për të to give pushtuar birth të to a ardhmen festival që that in kanë addition dalur to a name për and një a motto, moment për të lindur, për t'i dhënë also jetë has a një goal, festivali, to shape që përveç with our vizionit bread and edhe our motos, heart, a ka destination. edhe misionin, që përmes An bukës e annual zemrës të rendezvous with the formësoj future here in Albania. një destinacion, Yes, një takimet around ardhmen këtu renowned në architects, Shqipëri. but not Po, only ka about them. arkitekt, është Not për only about arkitektët e their njohur, por jo vetëm për ta, jo vetëm për accomplishments siguritë e or tyre, trophies, arritjet apo but trofeet about e what tyre, perplexes, por disturbs, ka të bëjë edhe me ato angers, që i trazojnë, moves, i provokes, shqetësojnë, and i inspires zemrojnë, i provokojnë edhe i The point is frymëzojnë to ata. share a space, Ideja as if it është të were a ndajmë question, një hapësirë, to reflect on the si doubts të we ishte një carry, pyetje, the hopes we reflektojmë për nurture, dyshimet që and the mbartim, dreams we still believe shpresa që are worth ushqejnë chasing. dhe There is ëndra something që now mendojmë se ja puzzling, vlen now të disturbing in ndiqen. this world. Ka diçka që Once the foundation është of community, trazuese, por po kështu edhe që the ngre word pikë common, pyetje. it now feels elusive. Fjala e even përbashkët duket In an tashmë age where sikur hyper-individualism is është rewarded e pakapshme. and curated echo Duket chambers sikur masquerade individualizmi as connection, kuron what disa we have in doma common is ekologjike. slipping through our fingers, Dhe ndërkohë ajo not çfarë është e necessarily përbashkët from po na rrëshqet malice, kishtash, jo but domosdoshmërisht nga through dashakeqësia, fatigue por përmes and shkatrimit, forgetfulness. përmes We lodhjes forget how to e listen, harresës. Kemi how to harruar disagree si të without dëgjojmë, division, si të mos how bijem to dakord build pa without krijuar dominating, ndasi, how to si share të ndërtojmë without pa suspicion. dominuar, si të And ndajmë sometimes pa dyshuar. those who rescue E the ndonjëherë word common ata që do shpëtojnë so only to fjalën divide e further, përbashkët to e bëjnë këtë mobilize për it të krijuar in ndasi më sinister të ways, to thella, exclude, to për të demarcate ndarë në boundaries, mënyra to create dashakeqe, për të krijuar hierarchies of kufi, belonging. për të krijuar And so hierarki, this is përkatësie. precisely what we are here Kjo është called saktësisht to arsyeja confront. pse jemi thirrur A këtu për world të of përballur me multiplying të. crises, Një botë natural krizas and që man-made, shumë fishohen, where the natyrore very e të bëra idea nga of njeriu, we ku vetëm is under siege, vet ideja where polarization thrives ne on fear është and e dialogue grows rrethuar, to noise. ku dialogu Where success zhytet në is zhurmë measured e by politika distance drejtohet rather nga than Afrika, ku closeness, suksesi and matet nga personal largësia dhe jo nga ambition afërsia often dhe forgets ambicia its personale responsibility to the whole. harron shpesh përgjegjësinë për të So this tërën. gathering is not just Kësaj ky a takim celebration nuk of është vetëm architecture, premtim but a kind of arkitekture, architecture in itself, por a human një construction, lloj arkitekture në built on vetvete, the një fragile konstrukt ruins njerëzor of ndërtuar what we have mbi inherited rrënojat e brishtat and asaj of the çka dreams kemi of what we still trashëguar, hope to become. mbi ëndrat It is an që ne invitation to shpresojmë remember and to ende create, që të to realizohen, një remember what ftesë it për të means to have kujtuar e për të something in krijuar, common, për të kujtuar çfarë do both të in thotë kemi trauma diçka të and in përbashkët, qoftë aspiration, në traumë, and to create what is aspirate, still për të lacking, krijuar atë çka and more mungon, urgently, ende to remember e how to çfarë share është it. më urgjente, të Like kujtojmë ancient të ndajmë builders, atë. Ashtu si raised ndërtuesit e temples, lashtë not only to ndërtuan shelter tempuj gods, jo vetëm për but të to hold strehuar communities Perëndit, por and për të receive mbajtur very komunitete distant guests. e për të Or like pritur those who, miqt e in the largët, wreckage of apo si war, ata rebuilt që not just mbi homes, rrënojat but e hopes. luftrave nuk We too ndërtuan are vetëm called shtëpi, to build, por edhe not shpresa. monuments of Kështu stone, kërkohet but dhe nga spaces ne of të meaning. ndërtojmë jo monumente Not guri, just structures por of hapësira concrete, kuptimi, but bones jo of struktura e understanding. betoni, That is por why it matters shtyll deeply mirëkuptimi. that some of the most Prandaj visionary architects of ka our një time, është shumë kuptim Europe, plot që një the prej Americas, arkitektëve Japan, ton South Korea, China,
thelbësor Europa, nga Europa së Bashkuara, Kina, Korea e Jugut, kanë vendosur të vinë këtu në Shqipëri, jo si yje vetmitar që hedhin dritë mbi një tokë të huaj, por si pjesëmarrës në një eksperiment të përbashkët që ndërtohet jo vetëm në një vend, por bashkë me vendin, duke mbartur hijeshinë e traditës së tyre, me idetë që vijnë nga formësimi i qyteteve të tyre, materialet e ndryshme gjithashtu dhe barrat e krizave, krizat në shtëpi, në vendet e tyre, krizat në një botë që po të kurret ora orës. Kriza që janë të bërave, por këtu në Shqipëri ndodh diçka mjaft e veçantë. Ata jo vetëm priten, por mik priten, jo vetëm mik priten, por integrohen nga një vend e njerëz, peizazhi i të cilit është po kaq i larmishëm sa e shkuara e ku modelet njerëzore të janë vështira për të gjurmuar, e ndoshta për shkak të kësaj paparashikueshmërie, për shkak se nuk ka thjeshtim, rutinë, nuk ka parashikueshmëri. E shkruara është tragjike dhe e ardhmja guximtare. Përvoja mbetet poroze, mjaft e hapur për të ndarë nga ky takim i asaj çfarë sjellin e gjejnë, lind diçka që nuk është as e lindur e as e sjell, por diçka midis, një sintezë, një bisedë jo vetëm në beton, drita, por në mish e gjatë, jo një kolazh stilesh, por një komunitet qëllimesh, narrativa, vizione, edopsi. Ajo çfarë vjen këtu nuk është vetëm ndërtim, por është një autorësi e përbashkët e vendit, një autorësi e përbashkët ku e veçuara shtrihet në të përbashkën, e ku e çdo unë, çdo ne shndrohet në një gjurmë, e lidhur me një gjurmë tjetër, si gjurmë që formojnë një rrugë. Ndoshta kjo është pjesa më e çmuar, që duke ndërtuar këtu, arkitektët jo vetëm lënë një shenjë kontribut, por çojnë diçka përpara. Na ndihmojnë të shohim jo vetëm një shtek, por shumë shtigje, ndonjëherë të drejta, ndonjëherë zigzake, duke ndërtuar një gjeometri përkatësie. Ka një energji të mirëfillt në atë çfarë mund gjenerojnë arkitektët, një energji që rrjedh, përshon tek ne, që na transformon, e që riformëson vetvendin, një energji që vjen nga ambicia shqiptare dhe ambicia për një përgjigje përbashkët për të mirën jo vetëm të Shqipërisë, por për të çdo vendi pjesëmarrës të kontinentit tonë, pse jo të botës sonë përbashkët, një energji e marrë nga energjia e kohës sonë, e transformuar në vullnetin kolektiv për të përgjigjur, jo vetëm për shkak të kërcërisë profesionale, por për hir të impulsit njerëzor për të tuar. Këtu është bukuria e vërtet, në momentin ku takohemi për te roleve tona, për te rezumeve tona, në atë hapësirë të rrallë, ku dia profesionale shkrihet me instinktin njerëzor, ku projektimi qëndron për te dyshimit dhe aftësia ecën me dobësinë. Aty, në këtë tension ndërtohet diçka fatgjatë dhe e fortë, jo vetëm me arkitekturën, po përmes arkitekturën për të gjithë ne. Jam vërtet i mëndëngjyrë, i prekur sot, sepse ja vlen të thuhet përpara mendjeve kaq të jashtëzakonshme, urrej me qëra fjalat të quaj yje, që Shqipëria është kthyer në një portë shprese, jo si slogan, por një përvojë e jetuar për të gjithë arkitektët ndërkombëtar, të cilët vinë në numra që vetëm pak vite më parë nuk do t'i kishim imagjinuar. Po edhe për zhvilluesi, do të më duhet të them, të cilët po mësojnë dal nga dal se shpresa nuk rritet duke shmangur standardet e larta, por duke u rritur për t'i arritur ato dhe për të patur vlerë në atë çfarë ndërtojnë, jo vetëm për fitimin e tyre, por edhe për këtë vend, jo vetëm për xhepat e tyre, por për vendin e fëmijëve të tyre, e jo vetëm për vendin tonë, edhe për botën. Tirana sot nuk është më vetëm një skenë, është katalizator, nuk është vetëm një vendodhje, por një bashkëpunëtor. Projektet që lindin në Shqipëri nuk janë mediokritete lokale apo klishe globale.
janë të gjalla, rezonuese, me vlerë, sepse vinë nga shkrirja e saj që ka është thellë e rrënjosur, dhe asaj që është radikalisht e hapur. Në një botë fiksuar me ikona, me autorship, me pronësi, ajo çfarë shpaloset qetësisht këtu, duket thuajse subversive. Diçka që krijohet si e përbashkët, por si asgjë tjetër më parë. Dhe këtë kërkon festivali, dhe çfarë është më e rëndësishme, guxon të ndërtojë midis asaj që është vërtet e përbashkët, jo me kujtesën apo diçka tjetër, por si një akt krijimi, një shenjë e bukur e kësaj fryme. Shihet tek të ftuarit e ushtrisë së arkitekturës. Shumica e tyre s'kanë ardhur me staf, por me shok nga fusha të tjera të jetës, që ndoshta nuk dinë të heqin një vijë, por mbartin atë çka ka më shumë vlerë, përvojën njerëzore të një dhurate unike. E na kujtojnë se ardhmja nuk ndërtohet vetëm, e sigurisht jo brenda kufive të ekspertizës sonë. Arkitektura mund të jetë shembulli më i qartë i kësaj, dhe këta të ftuar kanë vlerë pikërisht sepse sjellin diçka jo teknike, por emocionale, intuitive, kulturore. Sjellin histori, kontradikta, pikpyetje, sjellin atë lloj urtie që hapësirat profesionale shpesh e harrojnë, dhe duke e bërë këtë, ata plotësojnë tablon, sepse ky festival nuk ka të bëjë me arkitekturën si profesion, ka të bëjë me arkitekturën si aktin më të afërt njerëzor, më të afërt me drejt hyjnores, të krijosh hapësira ku jeta mund të ndodhë, të rritet dhe të mbrojë veten. Ku nevoja jone lashtë për të përkitur, për të lidhur, për të lënë një shenjë, të bëhet diçka që ndajmë të gjithë. Nëse ajo që është vërtet e përbashkët nuk nis me instrumente e me siguri, por me kurajën për t'i lënë të tjerë të hyjnë dhe kurajën për të ndryshuar atë këtë festival që nis sot është pikërisht gjëja e duhur, në pikërisht gjën e duhur, e tamam në vendin e duhur, le të shohim ku na çon. Po ku do të na çojë? O edhe në qoftë se s'na çon kërkund, le të sigurohemi që ndërsa jemi bashkë, buka është e bollshme, zemra është e hapur, e kripa s'mungon kur është e nevojshme. Faleminderit. Thank you, Prime Minister, for being so Faleminderit generous with giving us që ishit kaq bujar, e na falet këto fjalë, të histori të shkruara me kaq kujdes, që na ndihmojnë të kuptojmë rëndësinë e këtij momenti. Edhe faleminderit për thirrjen që të lëmë njëra ego tona, e të nisim të angazhohemi me njëri tjetrin, e të bëjmë një përpjekje kolektive. Në këtë dua që t'ja jap fjalën Markut, i cili do të prezantojë të ftuarin e parë. Po, ka ardhur tani më koha për bisedën tonë të parë. Raundi i parë është raundi hapës, ku do të krijojmë atmosferën për programin e festivalit sot, por po kështu edhe për arkitekturën shqiptare më në përgjithësi. Do ta nisim me një takim. Frank Besainen dhe Rainer Haft që të vinë këtu dhe të ulen bashkë me Reinier de Graaf is Reinier de Graaf është, i lutem uluni aty, is an author është of books shkrimtar exploring the librash, contradictions,
eksploron kontradiktat, hipokrizin dhe natyrisht edhe lidhjet kapitaliste të arkitekturës aktuale, por është dhe arkitekt, është partner në studion OMA dhe ka qenë i ngarkuar me Mangalem 21, kompleksi më i madh rezidencial ndërtuar në Shqipëri që është pas rënies së regjimit komunist. Frank Pesajn do është këtu, ai është profesor arkitekture dhe transformimi urban në ETC Zürich, është po kështu partner themelues i 54 që është përfshirë për më shumë se 15 vjet në transformimin e Tiranës. Kam përgatitur një set pyetjesh për të dy, por më thanë që më mirë do të kishen një bisedë mes njëri tjetrit, sepse kishen disa pyetje për njëri tjetrin. Mendova se ky ishte formati i së tërës. Nuk e di, fillon ti, filloj unë? I think it's better that you start. Më mirë fillo ti, sepse të gjithë gjithë mund të shohim që vazhdoj të jemi prekur nga ajo çfarë është thënë dhe nuk e fshet dot. So you were one of the very first foreign architects to Ke qenë një nga arkitektët e parë të huaj që kanë punuar në Shqipëri. Mendoj më shumë se 20 vjet më parë. Përpara se sa Edi Rama të ishte kryeministër, ndoshta kora që askush gati nuk i kujton. Doja të të pyesja, si ishte atëherë, si u përfshiva? Çfarë ka ndryshuar që prej asaj kohe dhe si ka luajtur rol puna jote, arkitektura jote në përgjithësi në ndryshimin e kësaj pamjeje? Do filloj të dëgjoj e të marr frymë që të marr veten. Nga këndvështrimi im, kam ardhur këtu 20 vjet më parë, që nuk është kohë kaq e gjatë. 2003, 2004. Dhe vija nga Instituti Berlag, po ndodhi diçka, jo, janë pamjet të cilat shfaqen. Mendova që ishin pamje që tregonin gabimet tona. Ja ku janë. Ky është Johani, që është ulur këtu. Natyrisht i ka ndryshuar modeli flokëve. Mund të çohet ta tregoj për pak. Ishte një kombinim që të ishim të pranishëm në një lloj kërkimi me Institutin Berlag në Rotterdam për të menduar për Tiranën si metropol. Shumë njerëz vinin në qytet. Ishte mjaft kaos, së bashku me studentët, po kërkonim të shinim se si mund të dukej ky qytet. Dhe ishte kombinimi i momentit të mbërritjes në këtë vend dhe gjëja e parë që më mbres ishin shkatrimet, ndërtesat e palishme, po shëmbeshin. Dhe po kështu kishte ndërtime, kështu ishte një vend që po shëmbte veten për krijuar hapësirë, për krijuar diçka të re. Ishte një përvojë mjaft e ashpër për të imagjinuar një të ardhmen e letër, e të jetoje këtë realitet, shëmbjeje, pastrimi. Këto janë fillesat. Frank, ndoshta do doje të thoje se çfarë është ajo që të mallëngjeu më shumë në këtë moment? Well, what is moving to me is that ajo çfarë I feel that these words are është true. prekse për mua, është se ndjej se këto fjalë janë të vërteta. Sorry. Ndjes.
and I can also explain it maybe in my own words. Mund edhe ta shpjegoj me fjalët e mia. Kjo ideja që njerëzit kanë ëndra, kanë probleme. This is a very nice way of dealing with architecture and with Edhe kjo është një mënyrë shumë e bukur për të marrë me arkitekturën, për të krijuar diçka. Nuk është se bën diçka sepse të duhet ta bësh, por bën diçka që do ta bësh. E përpiqesh ta bësh pavarësisht gjithë rrëmujës përreth. Lundron nëpër këtë hapësirë dhe është kaq çliruese. Por vjen edhe me shumë përgjegjësi, sigurisht. Po fakti që ai është i aftë të artikuloj të njëjtën gjë që ndjej është mjaft e rrallë. Ndjes. That's beautiful. Thanks for sharing that. Faleminderit që ndave Rainier, maybe we can ne. look at some of your Rainer, ndoshta mund të shohim disa nga we can move to that presentation. fotot që lidhen me ty, mund të vazhdojmë me prezantimin. Because you already said so. Sepse I thought sapo we were supposed to thatë, talk about our mistakes today. ndoshta supozohet që duhet flisnim për gabimet dhe dështimet tona And yesterday sot. we visited the Dje Mangalem vizituam Mangalemin, project. projektin e Mangalemit, që mendoj që është shumë frymëzues, ndërsa presim që diapozitivat të shfaqen, unë do të vazhdoj të flas. Është një projekt shumë jetësor, i gjallë, ka një dendësi shumë të madh banesash, njerëzit e kanë përvetësuar këtë hapësirë, e kanë interpretuar sipas nevojave dhe ëndrave të tyre. And Is there a mistake in the technology? yes, we're Mos waiting ndoshta for the është images. So, gabimi i teknologjisë, po presim që të dalin, të shfaqen pamje. Ndoshta unë mund të filloj të flas, po le ta bëjmë kështu. Deeply moved. Edhe unë jam thellësisht i mallëngjyer, edhe pse mund të mos të tregoj shenjat së jashtëmi, që jam prekur në të njëjtën mënyrë si Freka sapo e shfaqe. Jam shumë i prekur, por më shumë se kaq. Curiously bewildered by Albania. Jam First of all, mjaft because it is a country that has an kurioz. evident faith in internationalism. Më ka ndezur shumë kërshëri Shqipëria, një vend që ka besim në ndërkombëtarizmin, ndërkohë që bota po tërhiqet nga ndërkombëtarizmi. Dhe shoh që është një mënyrë shumë e admirueshme për të shkuar kundër rrymës globale. Dhe për një vend të vogël kjo është e jashtëzakonshme. Është shumë kulturor, është ndërkombëtar, por po kështu dhe është shumë fetar, në një mënyrë që jo shumë vende arrin të jenë. E krah tyre ka një besim të jashtëzakonshëm tek arkitektura e arkitektët, që po bëhet gjithmonë më i rrallë në botë. Thuajse kudo që punoj, vrej se arkitektët dhe ata me emër po bëhen gjithmonë më tepër simbolik për shkak të emrit të tyre, dhe ajo çfarë shoh deri tani është që ka një interes të mirëfillt për të angazhuar më shumë me arkitekturën se sa me arkitektët. Më shumë me punën e një arkitekti se sa me punën e arkitekturës në vetvete, dhe shoh në fakt që është diçka e rrallë. Po shfaqen gabimet tona, ky është një projekt. And I on purpose took the least. Qëllimisht. Photographs from my iPhone. Mora foto nga iPhone-i im, dhe me zia dolën të kishin rezolucionin që duhej për sot. Po për mua, këto janë imazhet më të mira të projektit tonë, sepse tregojnë një lloj shkallë pranueshmërie, po edhe një lloj mungese respektit shqiptarëve për një punë apo për një vepër të arkitektit, dhe mendoj që është refleksi i përbashkët të gjithë arkitektëve që të zemrohen e të thonë po si guxojnë ta bëjnë këtë gjë. Dhe në fakt e kam parë si një omazh të jashtëzakonshëm për projektin tonë, sidomos ajo e fundit. Kjo, edhe kjo, që edhe vazot e luleve, edhe në vazot e luleve ka një lloj respekti për skemën
e ngjyrave, një lloj bloku ngjyrash. Është një lloj evidence e arkitekturës shqiptare, e krijimtarisë shqiptare, që shpresoj ta shoh më shpesh. E kuptoj, duke qenë këtu, dua t'inkurajoj të gjithë ata që duan të punojnë për zyrën tonë të aplikojnë, jemi të gjithë këtu. Mund të marrim email-et tuaja dhe të ofrojmë vende pune. Dhe po ju flisni specifikisht arkitektët rinj shqiptar, po. E jani që të bashkohemi me anën tjetër të kësaj që shihni këtu. Ndoshta mund na ndihmoni se si mund ta realizojmë dhe arkitekturën shqiptare. Frank, idetë tua si kush mund të ishin? Është shumë e bukur të shikosh pikërisht këtë rritje të njerëzve dhe të motivimit të tyre për të punuar. Ne na u deshën gati 8 vjet për të ndërtuar hotelin Plaza, pra kjo ishte një proces i ngadalt, dhe pra ishte një provë për e diçkaja që po ndërtoi, por mendoj se të tjerët kanë krijuar më vonë besimin dhe e demonstruan këtë lloj besimi. Dhe ka një lloj besimi të pështjellë që ka sjellë të gjithë këta njerëz këtu sot, dhe kjo është më e mahnisme. Dhe ne kemi punuar me arkitektë shqiptar. Sigurisht kemi ndërtuar punën, jetën e tyre në këtë përrua të dinamikës dhe pikërisht arsimimi i arkitektëve në Shqipëri ishte shumë i fokusuar më përpara tek inxhinieria dhe pas kemi pikërisht jo thjesht vetëm një aspekt të inxhinierisë, sigurisht, por njerëzit që janë të rinj tani, sikur isha dhe unë një herë një kohë, e kishin pikërisht mundësinë që donin të provonin edhe të kishin dhe dështimet e tyre, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra kemi pikërisht dy rryma dinamikësh, pra kemi pikërisht edhe parajsën e arkitektëve më të mirë, por kemi edhe një grupim të arkitektëve që mund të jenë arkitekt potencial të së ardhmes dhe që përpiqen. Dhe mendoj se kjo është një lutje e mrekullueshme që po bëni për të krijuar pikërisht një lloj bashkëpunimi me zyreve ndërkombëtare për të ndërtuar këto ura bashkëpunimi. Dhe nëse ky lloj bisedimi mund të nisë, do të ishte e mahnisme. Më pëlqen shumë se si the që ishte një përshtellim besimi, ishte si një lloj hapësire e tillë që shihet edhe këtu tek ne. Dhe ky është dizenja jote, me sa di, dhe mendoj se ti në mënyrë shumë eksplicite dhe të hapur, po thuaj që kjo të jetë një hapësire përbashkët dhe e hapur që njerëzit të bashkohen dhe të vinë. Kemi gjithmonë fjalë për sa i përket lirisë dhe arkitekturës krijuese në Shqipëri, po për sa i përket përgjegjësive për këtë liri. Mendoj se ne patëm fatin që ne kishim mundësinë të kishim një ritëm më të ngadalt dhe që të mësonim gjithmonë më shumë. Dhe unë shikoj se si njerëzit këtu në Tiranë shprehen më lirshëm dhe kjo është një gjë që është gjithmonë e vazhdueshme. Dhe kemi pikërisht një pastrim të opinioneve që ne mund të shikojmë dhe çfarë këto projekte arkitekturore mund të japin pikërisht një mundësi se si mund të eci në qytet, në fillim si njerëz dhe pastaj si profesionistë shikojnë që këtu ka diçka që nuk shkon. Dhe ky është një ushtrim shumë i rëndësishëm sepse nuk ka asnjë lloj informacioni paraprak, sepse njerëzit vinë me ty dhe kanë një nocion të mjegullt që thjesht vetëm duan një ndërtesë. Dhe kur e merr pikërisht këtë lloj bashkëbisedimi, fillon e merr idetë që njerëzit kanë që mund të kenë një kuptim jo fort të qartë dhe më pas gjithçka fillon edhe qartësohet dhe fillon me vendos se cilat bloqe do të ndërtohen në fillim, sepse ndoshta
sot ide që mund të kesh iden sot për një hotel, por për më vonë mund të ndryshosh destinacionin dhe të kesh për zyra. Pra të gjitha këto lloj ndryshimesh dhe të gjitha këto lloj mundësish janë të hapura dhe ky është momenti më i fuqishëm si arkitekt kur ti mund të japësh njerëzve iden dhe për t'i thënë atyre që e kanë mundësinë për të bërë diçka dhe e shikojnë edhe mundësitë. Pra dizenjimin edhe ndërtesave të cilat janë të leverdishme. Pra ky është një problem. Unë ju falenderoj shumë që keni ndarë pikërisht edhe dobësitë tuaja dhe besoj se edhe të tjerë do të jenë tashmë të mundur që të mund të jenë më të hapur dhe të ndajnë historitë e tyre dhe besoj se mund të kalojmë tani më tek tavolina tjetër e radhës. Thank you. Faleminderit. So I think most of you have Besoj se shumica prej jush kanë marrë pikërisht edhe një kartë të dëshirave për Shqipërinë e të ardhmes, pra ju mund të shprehni dëshirat tuaja në letër dhe mund t'i lini këtu në mes të arenës përpara pushimit të drekës. Dhe tani do doja që të ftoja në sken pikërisht Carme Pigem, Steven Hall, Kengo Kuma dhe Chris Precht. Ju lutem. So this is the first of we call the short input session. Ky është një nga sesionet e shkurtra që ne do të kemi dhe ju lutem që të japin të ftuarit edhe përgjigje të shkurtra në këtë raund dhe do doja që të pyesja se cilë do të jetë ardhmja për Shqipërinë dhe Tiranën në lidhje me arkitekturën dhe zhvillimin hapësinor dhe për sa i përket punës mbi dizenjot në Shqipëri. Carme Pigem është një nga themeluesit e Carmencier Architectures dhe ka ardhur pikërisht në Shqipëri në vitin 2017 dhe besoj se studioja juaj e ka theksuar vlerën e vendit dhe veçanërisht për sa përket Tiranës, duke folur për të jo vetëm në Tiranë, por edhe jashtë saj. Carmen, fjala për ty. Thank you. Good morning. Mirëmëngjesi. Jam Carmen. Jam CEO e RCR Architectures. Dhe jam këtu dhe tani mirënjohëse e përkushtuar dhe plot përkujdesje. 13 muaj pasi morëm thirrjen nga kryeministri të dielën të datës 5 maj për të diskutuar projektin e hyrjes së Tiranës. Ajo telefonat ishte një thirrje për të zgjuar, në mënyrë që ne të jemi në një udhëtim për Shqipërinë, për peizazhin e saj, për njerëzit, për kryeministrin dhe për idiosinkresin e vet. Është një moment vibrant për zhvillimin e vendit dhe më rikujton se çfarë kam ndjer kur isha 30 vite më e re në kohën kur Franco, diktatori i Spanjës, diq dhe 10 vite më vonë kur vendi u bashkua Bashkimit Evropian me një gëzim të madh e të papërshkrueshëm për të ecur përpara. E ndjej këtë moment nga zëllimi sërish dhe më bën që të çliroj atë pranverë që po nis këtu pas rënies së diktaturës komuniste, kur fasadat u lyen me ngjyra dhe që tani janë të mbushura me imagjinat, ngjyra në të gjithë qytetin dhe në të gjithë vendin. Sinqerisht, nuk dua të besoj që kjo është epoka e artë e arkitekturës në Shqipëri, apo një moment lullëzimi që edhe mund të bjerë. Dua të besoj fort që ky është themelimi i një laboratori të nivelit më të lartë, që në një mënyrë të qëndrueshme dhe të qëndrueshme rrit kapacitetin e shoqërisë nëpërmjet fuqisë së hapësirës. Ky laborator mund të jetë i bazuar në 3 parime themelore:
ëndrat, natyra dhe komuniteti. Për një shoqëri që ka jetuar në frikë, ashtu si kundër janë në librat e Ismail Kadares, e librit Liria e Lea Ypit, për të patur këtë lloj lirie në hapësirë. Ne mund të krijojmë hapësira ku ne mund të ndajmë, ku mund të takojmë dhe të kemi shijen e komunitetit dhe për të zgjeruar të gjithë gradientin e privatësisë. Jo për të ngritur mure, por për t'i hedhur poshtë ato. Jo për të vënë kufinj, por për të patur lidhje dhe për të patur ato lloj vlerash që ka vetë shoqëria, siç është mikpritja. Nëpërmjet këtyre rrafëve koncentrik, ne mund të kemi pikërisht pika takimi të komunitetit arkitekturor që zgjerohet nëpërmjet pikë takimeve me disiplinat e tjera. Dhe kështu edhe me teknik, me klient, me administratën dhe komuniteti shqiptar dhe ata që jetojnë jashtë Shqipërisë, midis ateistëve dhe atyre që janë besimtar, midis muslimanëve të krishterëve, midis arkitektëve të formës dhe hapësirës, midis arkitektëve të jetës dhe të miqësisë. Dhe lidhja që ne duam të ndërtojmë zgjatet tek natyra, sepse ne jemi pjesë e natyrës, në këtë vend ku natyra është ruajtur me fuqinë e madhe të bukurisë. Është shumë e vështirë që të mund të luftosh me këtë zgjatim të territorit në përmasat e saj, që kalojnë nga deti poshtë në malet e larta, me pyjet dhe lumenjë natyral, me 150.000 bunker që janë kthyer pikërisht ushtar të gurtë që mbrojnë territorin. Le të bëjmë të sigurt që të mos vetëm spekulojmë, apo të kemi vetëm një peizazh për të admiruar, por le të shkrihemi me të, me hapësirën për të patur jetë. Dhe ne duhet të bëjmë çdo gjë pa ndalur ëndrrën. Në të kundërt, sepse çdo gjë bëhet nëpërmjet ëndrrës, të asaj ëndre që jep kuptim jetës sonë dhe rrugës që ne ndjekim për ta bërë realitet. Tu është ëndra e Europës dhe që Shqipëria do të sjellë një pranverë që vetë Europa nuk po e ndjen. Ëndra është për të krijuar një komunitet midis diasporës dhe vendit, midis besimeve të ndryshme, dhe kemi ëndrën për të lënë veten mbrapa dhe të përqendrohemi tek neja, për të krijuar hapësira që ndjejnë si në shtëpi edhe në qytetet tona që janë të mbushura me jetë dhe mirëqenie, dhe të jemi edhe mikpritës më të mirë. Tani po jetojmë një ëndër që po kthehet në realitet, në një energji të përbashkët, në një hapësirë të përbashkët që mëson dhe rritet, e rrënjosur në një shpirt që ndan me të gjithë. Dhe kemi pikërisht një inteligjencë kolektive që rritet dhe që nis fal iniciativave si kjo e sotmja. Nëse mund të ndërtojmë dhe të rritemi, ajo çfarë kemi të përbashkët, do ta kemi më shumë se me çfarë ne jetojmë. Por ne do të bëjmë më shumë për rritjen dhe të bëhemi ajo çfarë na ndan ne dhe të arrijmë një për një ëndrrën e përbashkët që të gjithë ne kemi. Në këtë mënyrë ne do të arrijmë të krijojmë rritje të qëndrueshme në këtë laborator të nivelin më të lartë në Shqipëri pa anë e pa fund. Faleminderit. Faleminderit shumë Karme për këto fjalë të bukura dhe do doja që të prezantoja
Kengo Kuma, arkitektin japonez, profesorin në Universitetin e Tokios dhe i mirënjohur gjithashtu edhe për qendrën e vizitorëve të Parkut të Butrintit që shpresojmë ta shijojmë të gjithë. Fjala për ju. Faleminderit. Vizioni im I parë për Shqipërinë është ai I vizitës sime të parë që pata në Shqipëri, që ishte para 10 vjetësh. Ne kur kishim projektin e Butrintit ishim aty për 3 vite dhe përshtypja ime është që Shqipëria është ngjashme me Japoninë. Për sa I përket për masave nuk është vend I madh, por kjo vjen pikërisht për shkak të historisë. Unë vetë kam lindur në vitin 1954 në Yokohama. Dhe në atëherë në ato vite isha 9 vjeç kur ndodhi lufta e dytë botërore. Dhe familja ime ka ardhur nga Nagasaki duke patur dhe përvojën e bombardimit atomik. Dhe pikërisht u bë dhe ne pam dhe ishim dëshmitar të asaj rritjes që pati Japonia pas luftës në atmosferën e viteve 1950. Dhe unë ndjeva këtë lloj ndjeshmërie midis Japonisë dhe Shqipërisë. Dhe duke parë edhe topografinë e Shqipërisë, Shqipëria është një vend malor, me shumë male dhe Butrinti, po ta shikosh, është 4 orë larg dhe po të shikosh janë lugina dhe male njëra pas tjetrës dhe rëndësia e topografisë e kulturës dhe personalitetit është shumë e lidhur dhe gjithmonë sipas ndjesisë sime. Dhe po të shikojmë topografia është shumë e mirë për diversitetin. Nëse ke një hapësirë boshe, është shumë e vështirë që të mund të kesh mundësi për krijim. Dhe nëse ke lugina dhe male që ndjekin njëra pas tjetrën, aty shikon pikërisht edhe diversitetin. Dhe po të shikosh edhe vetë mjeshtëria, vetë është e lidhur me topografinë. Dhe po të shikosh edhe vetë mjeshtrit e ndërtimit jetojnë në lugina dhe e njëjta gjë po të shikosh edhe në Japoni, ku kemi pothuajse të njëjtën topografi dhe mjeshtëria është pikërisht për këto lugina dhe ndoshta Shqipëria është kjo lloj mjeshtërie që unë vetë doja të punoja me këto lloj mjeshtërie të përpunimit të gurit, të punimeve të ndërtimit dhe këto janë aspekte shumë të rëndësishme për vendin, sepse mjeshtëria është një mjeshtëri që sjell komunikimin midis topografisë dhe ndërtimit në vend. Topografia është gjithashtu e lidhur edhe me bujarinë. Dhe Shqipëria ka një vend që njihet për mikpritjen, për besime të ndryshme, edhe një lloj si në Japoni ku ne kemi shintoizmi, budizmin, krishtërimin edhe fen islame nëpër rajone të ndryshme dhe njerëzit jetojnë në paqe. Dhe ky lloj diversiteti dhe bujarime është shumë I rëndësishëm për të ardhmen e botës, veçanërisht në këtë moment që ne po përjetojmë sot, ku diversiteti dhe bujaria është shumë e rëndësishme. Dhe Shqipëria mund të jetë pikërisht edhe një shembull I botës për të ardhmen dhe besoj se diversiteti kontrollohet dhe qeveriset nga një leadership I fortë. Dhe leadershipi dhe udhëheqja kulturore, ashtu siç është Edi Rama, e tregojnë pikërisht edhe vetë leadershipin që ka vendi. Dhe në Japoni ne kemi perandorin. Dhe perandori nuk ka
ushtri, është një simbol kulturor i vendit dhe kjo është e rëndësishme për Japoninë. Dhe pas luftës së dytë botërore, ky sistem u zhduk nga skena dhe mendoj se Shqipëria mund të jetë shembull i mirë i udhëheqjes së re dhe të punosh në Shqipëri për mua është diçka që më jep gëzim. Dhe duke parë edhe ngjashmëritë me Japoninë dhe me projektin e Butrindit, tregojmë pikërisht shembujt e këtyre ngjashmërive. Faleminderit shumë. Then I would like to introduce Stephen Hall, Do doja që të architect and artist as well. prezantoja Working Stephen on a very Hall, exciting